Në 28 qershor 1915, 19 ditë përpara vrasjes, Çeçi Stopulli u arrestua nga Malazes dhe u la i lirë 2 ditë më vonë. Pra është arrestuar një herë dhe u la i lirë. Në çdo bisedë me ushtarët që i kishin arrestuar, ata thoshin se nuk kishin asnjë probleme Çeçi Stopullin dhe Mustafa Qullin, i kishin arrestuar të dy. Edhe kjo është një habi tjetër. Më 7 korrik Çeçi Stopulli dhe Mustafa Qulli u arrestuan sërish, era e dytë. Për 10 ditë ata i mbajtën në një qeli në kazermën ushtarake. Më 17 korrik Çeçizi dhe Mustafani hipën në një pajton dhe i morën rrugën për në Cetinj të Malizzi. Kështu thanë, do t'u çojmë në Cetinj të Malizzi. Pas një sqarim, ushtarët i zbritën mes rrugës dhe ekzekutuan pas një lajmërim ose vendim gjykate. Ishte vrasje, nuk ishte ekzekutiv vendimi. Pas vrasjes, trupat e Çeçi Stopullit dhe Mustafa Qullit i futën në një grop të cekët dhe i mbuluan me shkure. Ky është një veprim tjetër që e kompromenton shumë, domethënë gjithë të ngjarjen. Kemi disa deklarata të bujshme për vrasjen e dy fisht. E para, Anton Arapi, klerik katolik, një personazh shumë i njohur, ja dhe këtu është një foto tjetër, po do t'i komentojmë fotot e çetës së Çeçi Stopullit. Gjatë fjalës së nxjerrjen e eshtrave në Shkodër për të transferuar në Gjirokastrën më 14 shtator 1936, sepse kjo ceremonia e ndaluni, ku veni burra, Çeçiz e Muço, 2 fjalë ka me ju Shkodra Kreshnike, këtu në log të kuvendit para se të ndaheni. Do të leni Shkodrën të shkoni e të pushoni atje, ku së pari pata tamlat rreze të diellit, ku si filizat shëndosh, gëzueshëm e rritën shtatin, atje prej ka Shqipnia u qiti dhe u ndriti. Veç o burra, që dekun flitni të metun, njalleni dhe hupëm, sot ndritni ka e rreutull t'i bini Shqipëris dhe i shoj një za, atë zanin tuaj kumbues anë luajve, diftoni djelmis shqiptare, shka u shjeu idealin, shka u mbajti karakterin, shka u banit pavdekshëm, t'i diftojmë po botës se shqiptarët janë një mend burra, se mund t'jemi tosk e gek, muhamedan e kristian, e njerit shqiptar e një mend. Zoti vërtet e atë dheu le të na bashkojnë. Zoti atë dheu të na mbajnë me Zot, me atë dhe e lumnojnë. Ka thënë Anton Arapi, klerik katolik, i cili mbajti fjalën në ceremoninë e transferimit të eshtrave, të nxjerrjes së eshtrave në Shkodër dhe transferimit të tyre dhe varrosjen e tyre në Gjirokastrën. Pa e ditur, Anton Arapi do pushkatojë në vitin 1946 në Tiranë. Enes Koliqi, shkrimtar dhe studiues të fjalën e ceremonisë për nxjerrjen e eshtrave të Çeçi Stopullit për të transferuar në Gjirokastrën më 14 shtator 1936. E ju hije madhore të Çeçi Stopullit e të Mustafa Qullit, nisni ju ka vendet tuaja tu ngjallur në për gjithë buzët një këngë shprese. Zgjonin kalim zemrat e fjetuna, fuqizoni shpirtat e ligshtum. Shka kërkon dielëria prej Shqipnisë, drejtësi të plot shoqërore. O ti Çeçiz, o ti Mustafa Qulli, që ma të kuqe bët flamurin, ma të kuqe bët flamurin. E bat me gjakun e të pasët tuj, shpall djalërisë se pajtimi më i drejtë, se drejtësia më e plot shoqërore mund të arrihet në emër të Shqipnisë. Do të thënë është e jashtëzakonshme kjo që ka thënë Enes Koliqi për të dy të vrarët. Ja, Çeçi Stopulli, ky është një portret i Çeçi Stopullit nga Niko Kotheria, është me të vërtet një portret i jashtëzakonshëm, do të thosha unë. Kemi disa shifra, disa të dhëna. Çeçi Stopulli qëndroi në Shkodër 10 muaj si pjesë e rezistencës pra të qytetit verior. 15 ushtarë malazez e morën pjesë në vrasjen e Çeçi Stopullit, me cilën ai arriti të përleshë, edhe pse ishte i lidhur. 3 vjet ishte koha gjatë cilës tëmës së Çeçisit nuk i treguan për vrasjen e tij. Ajo e ka marrë vesh vetëm mbas 3 vitesh. Flasim pak për vrasjen, për skemën e krimit më saktë. Çeçi Stopulli kishte bërë 10 manovrime në jetën e tij dhe ndaj tyre që kishin dashur ta kapnin, ndaj atyre që kishin dashur ta kapnin dhe ta azjesonin. Por mëngjesin e 17 korrikut 1915, për të parë të fundit ai dështoi. Një skuadër ushtarësh malazez u shfaqën në portën e shtëpisë ku qëndronte në Shkodër dhe pas një urdhër të shkruar e vu në pranga. Bashkë me të u arrestua dhe miku i tij Mustafa Qulli, një gazetar me emrin atkoh në Shkodër. Pa shumë sqarime, ushtarët e huaj i lidhen të dy me zinxhir në duar e këmbë dhe i dërguan në gazermë. Pas 10 ditësh qëndrimi në një dhomë në kushte skandaloze, ata dy hipën një karrocë dhe i thanë se do të dërgonin në Cetinj të Malizzi.
Pasi karavani bëri disa kilometra në fushën e shtojt, kur ora shtonte 4 e mëngjesit, nisi të zbardhte, ushtarët i zbritën ata dhe pa një pa dy nisën të qellonin me armë. Musafa i vdiq në vend, ndërsa Çeçizi, ashtu i lidhur me zinxhir, përleshën me ushtarët malazez, por ata duke qenë në numër të madh, arritën ta qellonin për vdekje me plumba dhe duke i shpuar plumbin me bajoneta. Kur panë që të dy kishin dhënë shpirt, me shpejtësi hapën dy gropa jo shumë të thella, i futën brenda të dy trupat, i mbuluan me shkure dhe drur dhe u larguan prej nga vendi i